edhe e forcon sihirin në trupin e njeriut, edhe muzika, e cila është prezente në çdo shtëpi, fatkeqësisht shumë prej shtëpive muslimane, më thanë ndëgjohet muzikë, ndërsa edhe Ibn Taymija e ka përmendur këtë si fakt dhe ka thënë se ndëgjimi i muzikës është diçka e cila e forcon sihirin në trupin e njeriut. Edhe zakonisht njerëzit të cilët ndëgjojnë vazhdimisht muzikë, ata janë më shumë, madje edhe muzika e cila promovohet, sidomos në gjuhën angleze, mos flasim edhe në gjuhën shqipe, më thonë tekste, më thonë të cilët janë s'ka kurfar morali, e sidomos në gjuhën angleze, më thonë edhe këngat në të cilët ka satanizëm, edhe ka mohim të Zotit, edhe ka madhrim të shejtanit, ndëgjohet në për shtëpi tona. Hinë për shembull me një kombi, një furgon, shkon deri në Katunt, ndëgjon muzikë gjysmore derisa të arrish ti, më thonë ti çet mend me atë furgonin çka i ka. Fatkeqësisht, në për shtëpitë tona, për këtë arsye, jo vetëm muzika në atë formën klasike, e lëshon njeriu radion edhe ndëgjoj muzikë. Fatkeqësisht, muzika servohet në çdo gjë tjetër. Reklama muzikë, film vizatimor muzikë, lajmet muzikë, çdo gjë me muzikë. La haula wala quwata illa billah.